Louise Ellie duket se po përgatitet për një tjetër rikthim të bujshëm në ekran, por këtë herë jo vetëm si këngëtar apo personazh i ftuar. Ish fituesi i Big Brother VIP Albania do të vijë me një format të tij, duke marrë për herë të parë një rol të rëndësishëm si moderator. Live me Louisin është titulli i emisionit të ri që do të transmetohet në Top Channel dhe premton një kombinim të muzikës live, intervistave, humorit, lojrave, të ftuarve speciale dhe performancave. Një formul që duket e ndërtuar posaçërisht për karakterin spontan dhe energjik të Louisit. Edhe promo e emisionit ka zgjedhur të jetë në stilin e tij. Në të, Louisi shfaqet përballë televizorit, i cili papritur merr flak, duke përcjellë idenë se ky nuk do të jetë një program klasik televiziv, por një show që synon të sjellë ritëm, humor dhe shumë surpriza. Pikërisht këtu qëndron edhe një nga pikat më interesante të këtij projekti. Louisi nuk do të jetë vetëm moderator. Ai pritet të ndërthurë disa role njëkohësisht, prezantuesin, këngëtarin, humoristin dhe personazhin kryesor të show-ut. Formati të kujton në disa elemente emisionet të njohura të humorit dhe argëtimit shqiptar, si Xing me Ermalin apo Më lër të flas, por me një qasje që synon të përshtatet me stilin dhe personalitetin e Louisit. Dhe nëse ka diçka që Louisi e ka dëshmuar gjatë viteve të fundit, është aftësia për të tërhequr vëmendjen. Nga muzikat e reality show dhe më pas projekte televizive, ai ka krijuar një profil që nuk kufizohet vetëm në një fushë. Tashmë sfida është më e madhe, të provojë veten si moderator dhe të tregojë nëse energjia që ka jashtë ekranit mund të kthehet në një program të suksesshëm televiziv. Pikërisht për këtë arsye, Live me Louisin pritet të jetë një nga formatet që do të ndihen me më shumë interes. Kombinimi i një figure shumë të njohur me një televizion të madh dhe një program të mbushur me muzikë, humor e personazhe të njohur krijon pritshmëri për audiencë të lartë. Nëse Louisi arrin ta sjellë në ekran atë spontanitet që e ka karakterizuar gjithmonë, nuk do të ishte çudi që ky show të kthehej në një nga programet më të ndjekura të sezonit dhe të vendoste edhe rekorde të reja shikueshmërie. Tashmë mbetet vetëm të shihet nëse premtimi i promos do të kthehet në realitet. Një gjë duket e sigurt, Louisi po rikthehet në televizion dhe këtë herë do të jetë vetë ai në qendër të skenës.